Afro 8 milion euro janë investuar në këto 4 vite vetëm në brendit e qytetit të Deçanit, investim ky që nuk mbahet mend që ka ndodhur më parë. Duke e bashkuar votën në numrin 62, na mundsoni që të vazhdojnë ritmin e investimeve në qytetin e Deçanit dhe në të gjitha fshatrat e komunës sonë. Shumën e investimeve do ta dyfyshojmë dhe investimet tona do t'i orientojmë në bujqësi, zhvillim ekonomik dhe hapje në vendeve të reja të punës. Kështu i është drejtuar elektoratit të Nëndegës së Deçanit kryetari i komunës Rasim Selmanaj, kandidat për kryetar të komunës nga Aleanca për Arminë e Kosovës për zgjedhjet e 3 nëntorit. Deçani meriton më shumë. Mirë po, nëse krahasojmë çka ka ndodhur 10 vjet pas lufte dhe prej se mahet mend, atëherë natyrisht se ne duhet të jemi të kënaqur me këto arritura. Pse? Se nëse e marrim dhe bëjmë një krahasim në gjithë territorin e komunës së Deçanit, diku rreth 70% të territorit, kemi të drejtë morale dhe faktike t'ju themi qytetarëve të Deçanit, a më shumë 4 vjet në të mandat, a prej se mahet mend. Dhe natyrisht se jemi sinqert, duhet me e pranu se janë më shumë 4 vjet investime, më shumë projekte, më shumë vlera investive. Votën e elektoratit të Nëndegës së Deçanit e ka kërkuar dhe kryetari i kësaj nëndege njëherësh nën kryetari i komunës së Deçanit Samit Cazaj. Periudha 4 vjeçare që po lëm pas e qeverisjes sonë komunale u shënua me shumë rezultate dhe realizimin e 10 projekteve. Kryetari i komunës që kemi tani dhe jemi krejt të sigurt se do ta kemi edhe në mandatin e ardhshëm, zotëri Rasim Selmanaj do të dalë edhe më i fuqishëm në 3 nëntor. Në këtë takim elektoral është bërë edhe prezantimi i 3 kandidatëve për asamble komunale nga radhët e Aleancës për Arminë e Kosovës, të propozuar nga Nëndega e Deçanit. Në 3 nëntor të deni të gjithë, votoni gjatë të dytën, po votoni një dhe neve. Qëtë parë në Gjarëve të dyshit, numrin zënë në vetë. Unë si kandidat, pret për krahjen tuaj të marrë përgjegjësi dhe të jem zëri juaj në asamblenë komunale ku do të dëgjohen prekupimet dhe hallet tuaja. Andaj, me 3 nëntor të dalim masovikisht dhe të kryjmë obligimin tonë si qytetar e për rëndësinë e këtyre votave të secilit për jush dhe të mira dhe dobi që do të na sjellin u cep mjaft mirë nga parafolësi. Pas takimit, i gjithë elektorati i Nëndegës së Deçanit të shoqëruar nga kryetari Selmanaj kanë bërë përverimin e 3 rrugëve të asfaltuara në këtë qytet. Xufe Kuçi, nëna e dëshmorit Valdet Kuçi, shprehu falënderimet e banorëve të këtushëm për këtë investim. Faleminderit si na bot, këtë rrugë është mirë, e na gëzut. Ishim në pëllot tash ecim terën. Në rrugë shumë dhe ju në rrugë zoti. Ndryshe sot është inauguruar rruga Sadride Mugaj dhe rruga Haxhi Mushkolaj. 110.000 euro është vlera e investimit, ndërkaq që investitor ka qenë komuna e Deçanit.